Britania e Madhe, Kanadaja, Australia, Zelanda e Re dhe Norvegjia kanë vendosur sanksione ndaj dy ministrave izraelit të së djathës ekstreme për shkak të komenteve që ata kanë bërë për Gazan. Ministrave Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich do të ndalohet hyrja në këto shtete dhe do të ngrihen asetet si pjesë e masave, raporton BBC. Kryediplomati britanik David Lammy tha se ministrat në fjalë kanë nxitur dhunë ekstremiste dhe abuzime serioze të drejtave të njerëzit të palestinezëve. Ministri Smotrich ka miratuar zgjerimin e vendbanimeve të kolonëve izraelit në bregun perëndimor dhe ka bërë fushat kundër ndihmave humanitare në Gaza, duke thënë muajin e kaluar se nuk do të lejonte hyrjen as të një kokre gruri në zonën e luftimeve. Në 6 maj, ai tha se Gaza do të shkatërrohet tërësisht dhe civilët do të dërgohen në jug, në një zonë humanitare pa Hamasin ose terrorizmin, dhe nga atje ata do të fillojnë që të largohen me numra të mëdhenj në vende të tjera. Britania ashtu si dhe vende të tjera europiane kanë rritur presionin mbi qeverinë e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu për t'i dhënë fund bllokadës së ndihmave në Gaza, ku ekspertët ndërkombëtar kanë paralajmëruar se uria është e afërt. Londra muajin e kaluar pezulloi bisedimet e tregtisë së lirë me Izraelin për ndjekjen e politikave të ashpra në bregun perëndimor dhe në Gazën e pushtuar.